Dhe një prej treguzëve më domethënës të kësaj performance është edhe tejkalimi si vjet i shifrës prej 1 miliard euro të hyra nga tatimet apo të mbledhura nga ATK, një fakt që dëshmon jo vetëm që ka politika të qëndrueshme dhe efektive, por mbi të gjitha është një rritje e vazhdueshme e besimit të qytetarëve në institucionet tona. Konkretisht kam edhe raportin ditor që e pranoj si ministër, pra shifra prej 1 miliard euro për herë të parë në historinë e ATK-s është mbledh apo është përmbush në datën 16 dhjetor të këtij viti. Pra ende pa mbyllur viti janë arritur 1 miliard, prandaj është një rekord historik që po besoj duhet të gëzohemi të gjithë. Këtu kemi arritur jo rastësisht, pra kjo shifër nuk është e rastësishme, sepse njësoj apo ngjajshëm ka performuar edhe aspekti ekonomik. Pra kemi biznese që tani, pra këtë vit, pritet ta mbyllin me rreth 25 miliard euro qarkullim. Pra qarkullimi vjetor si vjet pritet të arrijë 25 miliard euro deri në fund vitit, ndërka që para 5 viteve, hiç më lart se para 5 viteve, kjo shifër ishte 19,5 miliard euro. Gjithashtu, pra nuk është rrit vetëm qarkullimi, kemi rritje edhe të fitimit të bizneseve. Nëse marrim për bazë tatimin në fitimin e korporatave, pra si indikator, e shohim që fitimi i bizneseve tashmë ka tejkaluar shifrën për 2 miliard euro, pra pritet të jetë rreth 2,3 miliard euro si vjet, ndërka që para 5 viteve kjo shifër ishte vetëm 900 milion euro. Ngjajshëm kemi të bëjmë edhe me trendin e numrit të punësuarve. Pra numri apo shifra e punësuarve në muajin më të fundit tregon që ka arritur apo ka prekur numrin prej 435.000 vende pune aktive, të cilat janë të raportuara në ATK dhe paguajnë tatim, ndërka që para 5 viteve kjo shifër ishte 350.000. Pra sot gjendja është 1 miliard e 18 milion të hyra që ATK i ka realizuar gjatë këtij viti. Kisha dashur t'i vlej tekst kësaj shifre sepse është merit kryesisht e juaja, të pas parasysh ATK po përballet me një mungesë të numrit të punëtorëve që sillet diku rreth 30% e me një moshë mesatare që tejkalon 51 vjeç. Pra megjithatë, edhe për shkak të këtyre dy mungesave, ATK ka arritur të krijojë një numër të hyrave që tejkalon 1 miliard.